Mbi mbrëma, motra dhe vëllezër. Vetëm kështu të bashkuar mundena që të mbrojmë gjuhën, identitetin dhe kombin shqiptar. Ne do t'i thomë mjaft diskriminimit, asimilimit edhe mëgrimit. Unë mendoj se kjo është hapi parë që ne kena nisë edhe të bashkojmë të gjithë subjektet shqiptare. Jo që s'ka qenë vështirë, por ka qenë edhe domosdoshme. E dim të gjithë që ne i kemi potencialet më të mëdha zhvillimore në tanë Malin e Zi, por vazhdimisht ne jena të pazhvilluar. Vetëm me përfaqësues në Parlamentin e Malit të Zi ne mund që të ndrojmë situatën. Për atë arsye na kena nevojë votën e secilit shqiptar. Kena nevojë që të gjithë të bashkuar të votojmë numrin 1, të votojmë për shqiptarët e vendosur. Mendoj se kjo rëni ka folë mjaft. Nuk është ma nevoja që të flasim për 16 tetorin. Duhet që të punojmë që askush mos të rrinë në shtëpi, të gjithë të dalin dhe të votojnë listën e parë, listën 1, shqiptarët e vendosur, për para dhe fitore.